Ai që e ka njohur, kanë qenë miq familje edhe ka përjetuar, le themi ditë pas dite. Ata që njohin atë dimensionin prej idulli edhe, si më thënë, dashamirësi prej së largti, vlerësuesi punës së mirë. Ata të tjerët pastaj që ja kanë dëgjuar emrin edhe ko pas ko janë kuriozuar, ore po prit kush është, çfarë ka bërë etj me radhë. Siç ka ndodhur për shembull për më shumë se 1.200.000 vizitorët, një pjesë e cilëve kanë qenë i takojnë brezit të ri dhe mbase nuk ja kishin dëgjuar ndonjëherë emrin ose e njihnin pak, që kanë vizituar pavilionin e Muzeut Historik Kombëtar të Armëve të Skënderbeut. Aty ku afresku i Fatmire Xheiut natyrisht i bën në një lloj mënyre kornizën së gjithës asaj shfaqje vlerash. Okej, me që e përmendëm sot është 85 vjetori i lindjes, një koleg mik këtu në punë përveç se njihi me familjarët e Zotit Haxhiu na tha, e dini më djema, ka qenë një nga burrat më të bukur Tiranës. Por përveç kësaj, që lëmënjasë është komplet personale, ajo që pastaj i takon gjithëve është dimensioni artistik dhe personaliteti i këtij piktori, një ndër kryesorët e pikturës shqiptare. Ne kemi në studio Ariana Haxhiun, që është e bija piktorit. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhe. Do të shkojmë në një lidhje paralele me dy zotëri të nderuar. I pari është Nestor Jonuzi, një po ashtu piktorët më të mirë në këtë vend. Mirëmëngjes zoti Jonuzi, dhe po ashtu i studenti Fatmir Haxhiut, piktor, kurator, sot zëvendës ministër i kulturës zoti Abbas Hado. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhët. Mirëmëngjes. Nisim nga Ariana fillimisht, po ju drejtohem me ti, pavarësisht se ne njihemi pak me njëri tjetrin. Ti ke një ndjesi prej bie për babain i cili nuk është më. Por kjo amplifikohet, madomendja mua, ku e ku më shumë pasi sheh njerëz që e njohin në çfarë do lloj, le themi, masië, dimensionin e piktorit. Çfarë ndodh sot në 85 vjetorin e lindjes së babait tuaj? Janë ndjenja, po, janë ndjenja të përzierura, sepse në fakt nuk e ke, nuk është prezent, nuk jeton. Po nga ana tjetër, si thuhet për artistët që lënë veprat, mendon se dhe e ke prezent. Është kënaqësi që të jesh bie e një piktori o një artisti, sepse dëgjon për veprat e tij, për krimtarin e tij, mund të dëgjosh mirë ose keq, po dëgjon. Të kujtohen në ditë të caktuara, unë gjithmonë e kam në mendje dhe në zemër, po të kujtohen momente të caktuara, e ti bën sikur t'ishte ai akoma. Çfarë do ishte ky 85 vjetor për ne, për familjen, edhe pse 85 janë shumë vite për njeri, po për njeriu e dashur nuk janë asgjë. Okej. Natyrisht që ne përmendëm shumë, por ai elementi që u ndalëm ishte pikërisht tek Muzeu Historik Kombëtar, afresku i madh, piktura e madhe, edhe që quhetëm se ja bën kornizë armëve të Skënderbeut. Shkojnë mirë me njëra tjetrën, na tha dje drejtori i Muzeut Historik Kombëtar. Do të thonë e kanë vendosur aty ku duhet. Çfarë ndjesi ke? Dakor, ke shkuar, ke parë armët që kanë ardhur nga Vjena, kurioziteti i gjithëve, 1.200.000 sa mysyrësh, po çfarë ndjesi ke pasur ti kur ke parë pastaj përtej dhe pikturën e babit? Sigurisht që kjo lidhet me shumë kujtime. Ai është një afresë që ka pas vështirësi të ndërtohet, të bëhet. Edhe mbaj mend që babi e quante kafshata, mbas sepse më përpara tij rilindasit i kishin quajtur kafshat. Edhe madje në një intervistë që kanë marrë, ai ka thënë që nuk e kam pas llogaritur mirë kafshatën, e kam bërë më të madhe, se teknika ka qenë që përgatiteshe të lajo, pra muri, edhe pastaj duheshe të përgatiteshe të pikturoshe brenda një ore të caktuar, një kohë të caktuar. E atëherë unë me Artan, me vllajin tim që nuk jeton këtu, jeton jashtë. Gjithmonë atëherë ishim më të rinj, kuptohet, shkonim i çonim ushqimin, edhe ishte punoheshte nën presion e kohës. Duhet patjetër që ta bënte atë atje. Në kohë. Janë shumë kujtime, e ndonjëherë ti e krahason atë veprën me fuqinë e njeriu që a mund ta bënte apo jo. Edhe unë them që babi ka bërë boll. Domethënë ka bërë goxha, është sforcuar edhe të tjerë, edhe më në fund ja doli. Mirë, pro, ajo që merr mbrapsht, jo domosdoshmërisht është ajo që do duhej, jo, për njëri që ka bërë boll, ka bërë shumë, ka bërë gjëra të mira. Është vendosur në radhën e atyre që fillimisht ishin mësuesit e tij, sidomos në pjesën teorike. Sa mendoni se, le themi, është kthyer mbrapsht nga ana e atyre që do duhej, po dhe atyre që thjesht do duhet ta ndjenin vlerësimin për Fatmir Haxhiu? Në fakt, në Shqipëri nuk është po them kultura, po edukat.
që të japin feedback quhet ndryshe. Ajo çfarë pret dërguesi nga Marsi. Babi ka dhënë mesazhe me atë. Edhe ai duhet të merrte zakonisht, normalisht. Në Shqipëri nuk është kjo. Si kulturë. Megjithatë mendoj që ndonjë vlerësim e ka marrë. Ai ka qenë modest e ka thënë gjithmonë që sikur një prej veprave të tij të rezistojë në kohë, kjo do jetë shumë pozitive. Okej. Tani ne zhvendosim bisedon poshtë me dy zotrinj, zoti Nestor Jonuzi, një nga piktorët poshtu më të mirë në këtë vend. Natyrisht flasësh për një mik edhe poshtu një koleg me cilën ke punuar gjatë, por tani më mungon. Unë nuk e di çfarë ndjesie është edhe kur thrasin në një program gjesi. Megjithatë, pas kësaj që folëm me zorin Ariana, me të bien profesor Jonuzi, cilat janë ato pika të takimit, po natyrisht edhe të kujtesës cilat ju vini ju me zotin Fatmir Haxhiu. Pra çfarë mbani mend më mirë nga i gjithë personaliteti artistik i këtij zotrie? Shiko, me të drejtë thuhet vazhdimisht që për një artist flet vepra. Qoftë me gjallje, aq më tepër edhe me humbjen e tij. Por do thoshja, kjo vepër flet akoma dhe më mirë kur njihesh fizikisht me artistin, kur me të ke kaluar disa çaste përjetimesh nga më të ndryshmet. Janë këto dy arsye, domethënë do thosha unë që portreti i tij mund të kompletohet akoma dhe më shumë. Fatmir Haxhiu bën pjesë në një prej shkollave që prej 100 vjetësh janë livruar, shkolla koloristike dhe shkolla tonale. Fatmir Haxhiu bën pjesë në shkollën e dytë, në shkollën tonale. Ai e paraqet ngjarjen duke konceptuar dhe duke ruajtur në memori ashtu siç e ka parë atë dhe kaq. Dhe në këtë rast dominant betoni. Po kur ky arrihet të shprehet në maksimum të vet, atëherë arrihet pak a shumë për sosmëria. Zoti Hado, ju keni qenë student i Fatmir Haxhiut, mbi të gjitha kjo ana, se është interesante, sidomos edhe kjo ana e të jetuarit me të. Po, ana njerëzore. Nena tha dhe për hir zëvendjes të them, nuk na ka thënë Ariana, na ka thënë dikush tjetër, që Fatmiri ndryshe nga përgjithsisht siç janë artistët që janë disi egoist, nuk ka qenë i tillë, apo jo? Patjetër që unë do të e filloja me atë që tha Eno, që ka qenë dhe burri i bukur. Ju e dini edhe aty që edhe Ariana është një vajzë shumë e bukur. Po, edhe Ariana aty i tregon ti parë si ngjan shumë fjatit, domethënë është një grua shumë e bukur edhe sot. Por unë do thoja këtë që me atë pamjen e tij, me atë vokacion që ai kishte krijuar piktoral, ne studentët në atë kohë sigurisht na bënte përshtypje edhe ajo mënyrë se si i komunikonte, dinamika që kishte, sepse ka qenë njëri shumë dinamik, një njëri i cili të impononte, dhe ne vazhdimisht edhe unë personalisht kam patur edhe debatonin, sigurisht që duket sikur unë prap me ndjenjen e asaj studentit, por pranonte që ne të debatonim, të flisim, të diskutonim. Sigurisht që unë do të daja me gjithë kolegët e mi dhe me kolegun Nestor që sigurisht ai përkisë shkollës realiste, por ai përballoi me situata piktorale shumë të rëndësishme, të cilat janë me rëndësi historike në Shqipëri, por edhe me rëndësi historike edhe nga pikpamja e zgjidhjes kompozicionale, sepse ai dinte të ndërtonte kompozimin, i përkisë shkollës realiste, por ndërtonte me dinamik kompozimin, dhe ajo që tha Ariana, që preku dhe ju e keni në ekranin tuaj, dhe del këtu që ajo fresko është shumë i vështirë për të bërë, sepse çdo gabim në fresk, domethënë punohesh e lagur, që pjesë dhe çdo gabim nuk të falet, kështu që me drejt është quajtur kafshate dhe për sot miri e përballojnë me sukses. Duke qenë se edhe ju keni një program tuaj që merrni me vlerësimin e veprave artistike, natyrisht
në një botë ku tani gjithçka vlerësohet me para. Në gjendje nëse mund të keni informacion janë veprat e Fatmir Argjiut edhe a mund të komercializohen ato në fund të gjitha? Jo, së pari më vjen mirë që shumë nga këto familje të artistëve të mëdhenj që ka Shqipëria dhe pikërisht shumë këtë përpiqen të bëj në emisionin tim që të lartësoj dhe të menaxhoj vlerat e artit shqiptar, jo vetëm të atyre artistëve që nuk janë më, por dhe të artistëve që punojnë dhe krijojnë vlera aktuale. Kështu që unë nga kjo pikpamje quaj shumë të drejtë atë qëndrim që mban familja për të mos e dhënë publikut, por nga ana tjetër do të them që edhe Ariana dhe disa familje tjera të artistëve të mëdhenj duhet të përballohen me publikun, duhet të përballohen sepse në fund fare edhe tregu është ai që i jep vlerë dhe nxjerr vlerat dhe shkallëzon vlerat e një artisti ose një artist. Dakor, profesor Jonuzi, unë nuk e di se çfarë ndjesikeni ju për këtë dhe që po thoshte zoti Hado. Megjithatë, cili është fati i veprave të një piktori Fatmir Argjiut në këtë rast, por që po flasim dhe veprave tuaja, domethënë a ka një kujdes vetëm personal dhe familjar për këto apo do duhet hynte shteti më shumë në lojë? Të lutem edhe një herë pyetje në ç'kuptim e thoni fjalën fati i veprave? Që do të thotë në kuptimin e interesit të shtetit. Fjala vjen janë në fondin e galerisë kombëtare. Dikush Shiko, Fatmir Argjiu mbetet një piktor i madh në llojin e tij, në pikturat historike. Në mënyrë të veçantë në ato të Snerbeut janë tablora vërtet madhore, ku komponenti, shiko, Fatmiri përjetonte emocionalisht ngjarjet. Ai kishte qenë vetë në luftë edhe kishte përjetime të gjalla, po i përjetonte emocionalisht. Është ky përjetim emocional, ai faktor vendimtar që krijon atë ekuilibër kaq të bukur të shpërndarjes së toneve në tablon, në gjithë sipërfaqen e tablos, që e bën këtë shumë emocionale. Okej, e kuptuam. Flasim për katin e veprave. Jo, që si përgjigjemi pyetjes tuaj se më fal Nestor, është shumë e rëndësishme kjo që thatë ju, sepse duhet kuptuar që shumë artistë të mëdhenj shqiptarë kanë veprat kryesore të tyre në galerinë kombëtare. Kanë në për studiet e tyre, një pjesë e tyre kanë studie shumë interesante, shumë të mirëmbajtura nga familjarët, plas për ta artistë që nuk janë më. Fati keq ka qenë që i Fatmir Argjiu ka qenë në një studio private, pra domethënë në një pronë private dhe veprat e tij mund të qëndronin në atë studio dhe mund të ishin një muze. Tani, zoti Hado. Pikërisht për këtë dua të pyes edhe Arianën, se ajo ka. Ariana ti na ke treguar një histori përpara se të vije këtu, se kur veti ndjeri Fatmir Argjiu, shkoi dhe pa në fondin e galerisë kombëtare të arteve, një pikturë të palosur, si më qenë letër fletore, domethënë të hequr edhe jo një pikturë, po ishte bërë si faqe gazete e zhubrosur. Atëherë këtu është çështja e fatit të një vepre për cilën unë pyeta dhe zotin Nestor Jonuzi. Faleminderit për pyetjen. Babi, siç edhe than, duke qenë se ka trajtuar temën e historisë, ka bërë gjithmonë tema piktura të mëdha bataliste. Mbas edhe për atë që kishte këtu brenda, mbas sepse ka qenë në luftë. Edhe ka pas me përmasa të mëdha dhe punët ka qenë vën porositur për destinacioni në për institucione. Për konjunktura politike o arsye të ndryshme, fatkeqësisht një pjesë e punëve të tij kanë pësuar dëme ose janë zhdukur. Tek bisedoja me vllajin tim në telefon më kujtonte që që është tenda e qypit, një pikturë e madhe që ka një burizan, ju jeni të ri, nuk e dini, po me shumë figura, me shumë mund e tjerë, në 97-ën e kanë parë të dilte nga Vila e Zogut, copa, e grisur. E shpërdoruar. Me babin vet kam shkuar për të kërkuar një sofra e poezisë, një shoqja ime kishte pozuar për atë. Një grup të rinj kështu edhe quhej sofra e poezisë. Shkuam në Librazh kur babi ishte gjallë, për ta gjetur në shtëpinë qendrore. Ishte zhdukur. Ishte mbas 97-s. Si ky fat janë dhe të tjera. Unë do të përmendja atë që jo pse unë dua të kem pikturat e babit, po pse është lozur me shumë vepra që kanë qenë pronë e shtetit, por që nuk është kujdesur askush. Njëra prej tyre është bujqësi e Begati. Është në muzeun e mezurave. Unë jam mirënjohës atij personi që ka atë muzeun, pse nuk i përket atij piktura. Por di historikun dhe shumë e dhimbshme. Që ka shkuar, është bler në Fushkruj, më thot, një ish bashkënxënësi i gjimnazit, në fakt ka fituar parë vet, thotë është bler në Fushkruj si një tapet.
gjë që nuk është e vërtet, e ka marrë se ka qenë intendent, si quhet magazinier në ushtri dhe ja ka shitur me zure. Sot them bravo me zure se e ka vendosur në një kornizë edhe ka kujdes për veprën. Po unë them shteti ku është. Edhe ka dhe vepra të tjera që mungojnë dhe pastaj shikojmë ne që bëhet restaurimi i veprave të Onufrit mas kaq vitesh. Kur e ke mirë le ta mbaj mirë. Zoti si zëvendës ministër, vetë piktor oj dhëm o kuptimi që sigurisht ka shërben edhe për këtë pikë kjo punë. Ju falenderojmë të gjithëve që erdhët në studio, folëm pak për Fatmir Haxhiun miq në këtë pjesë të programit, pas pak do të flasim për kinematografi qendrore me ne. Faleminderit Ariana. Will I am on Britney? Ne atë fjalë mos e thuaj, pastaj s'është ende herët e mëngjesit. Atë kisha ndërmend në Britney ne kinemas tani miq edhe në fund të gjithave bëhen këto raportet e çfarë do lloj gjëja, për shembull sa para fituam, sa para humbëm, sa miq fituam, sa miq humbëm, sa të dashura fituam dhe sa të dashura na humbëm. Tashim është fund viti bëhen bilance. Dhe bëhen bilance financiare për ato që në gjuhën e kinemas quhet box office apo arkat e kinemave për arkëtimet pra sa para kanë mbetur. Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë, nëpërmjet një ceremonie tematike, u përkujtua 10 vjetori i ndarjes nga jeta të piktorit të merituar, mjeshtrit të madh Fatmir Haxhiut. Nisma ishte marrë nga 2 fëmijët e të ndjerit, Ariana dhe Artani. Të ftuar për të kujtuar dhe nderuar veprën e piktorit të shquar,